Bordi i transparencës rrit me 4 lekë çmimin e naftës, do të shitet me 202 lekë litri, benzina shkon në 188 lekë për litër. Bordi i transparencës ka caktuar kështu çmimet e reja të karburantit në Shqipëri. Prej ditës së shtunë, nafta do tregtohet me 202 lekë për litër, 4 lekë më shumë se mbledhja e fundit e bordit, ndërkohë çmimi i benzinës është caktuar 188 lekë për litër, 3 lekë më shumë se vendimi i fundit i bordit. Në njoftimin e saj përshtyp, Bordi i Transparencës në mbledhjen e datës 16 maj 2026 vendosi që çmimi i shitjes me pakicën në produktit gazoil të jetë jo më shumë se 202 lekë për litri, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 190 lekë për litër. Çmimi i shitjes me pakicën në produktit benzinë të jetë jo më shumë se 188 lekë për litër, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 176 lekë për litër. Çmimet e caktuara hynë në fuqi duke nisur prej datës 16 maj dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes. Nga ky i fundit bëhet me dije se çdo operator i shitjes me shumicë dhe pakicë në produktet e naftës duhet të kryejë detyrimin e zbatimit të këtij vendimi. Në rast të shkeljeve të konstatuara nga operatorë të ndryshëm do të vendoset pezullimi i aktivitetit. Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit së bashku me Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë janë angazhuar të mbrojnë interesat e konsumatorëve shqiptar dhe ruajtjes së parimeve të konkurrencës së ndershme në treg.